Nuk është gjendje, është gjendje rëndë. Sa po mora vesh lajmet që presidenti tha që do jetë këtu, me njëherë ka marrë rrugën dhe ka marrë këtu. Ç'u ndjeve kur e pa ish presidentin? Presidentin tha që është ndjenje jashtëzakonshme gjithmonë kur e sheh, kur e nin ty fol dhe në veçanti për gjithë ato që ka bërë për vendin. A kishte marrë malli për të? Më kishte marrë malli, unë jam një nga ata që e vizitoj Zotin Thaçi, ka dy veseli, të dhe të tjerë në Hag, vazhdimisht, shkoj marrë pjesë edhe në gjyqin e tyre, sepse besoj që duhet bëjmë, kjo është më e vogël se ne mund të bëjmë, duhet bëjmë shumë më shumë për ata. Ata nuk duhet të jenë atje, ata duhet të jenë këtu, ata duhet të jenë këtu, dhe me shpirt dhe me zemër ata me neve. Ç'u ndjeve kur e pa kur u largu nga kjo obat? Por nuk duhet të largohej. Gjyqësia do të bëj punën e saj, do të bëj punën e saj. Ata do të thehen fitimtar, do të thehen slimtar, ashtu siç e kanë bërë histori, ashtu siç e kanë bërë punën dhe ashtu siç e kanë bërë histori. A besoni se këtë vit do të thehen? Jam shumë i bindur që këtë vit do të thehen shumë shpejt. Ata e meritojnë të thehen këtu dhe nuk ka asgjë në asnjë nga këto akuzat. Jo, mundësi me bisedu, jo vetëm me pasit. Qysh, keni ditë ma herët që kam ardhë? Jo, nuk e kam ditë ma herët, kam ndigju që vjen edhe kam marrë. Kur ke dëgjuar? Lajme e ke dëgjuar? Jo, kam ndigju për njerëzve. Qysh është gjendja, nëse mund të më pyete e to atit? Nuk është gjendje, është gjendje rëndë. Ke mundur më kanë edhe një për arsyeve që tash ja pranun këtë pjesën e tij. Po e vërtet.